Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Njeti i lutjes së Papës për muajin mars 2025. Falja, ilaçi për familjet në krizë. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías. En la familia cada persona es valiosa porque es distinta a las demás. Cada persona es única, pero las diferencias también pueden provocar conflictos, heridas dolorosas. Në mesazhin e tij për njetin e lutjes të muajit mars, Papa Francesku na fton të reflektojmë mbi fuqinë e faljes për të shëruar plagët e familjeve në krizë. Edhe pse familjet e përsosura nuk ekzistojnë dhe çdo familje përballet me sfida e dallime, Ati i Shenjtë na kujton se falja është çelësi për të ecur përpara me shpresë. Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno. Gjatë këtij muaji, Papa na nxit të lutemi që familjet e ndara të gjejnë në falje shërimin e plagëve, duke rizbuluar pasurinë e ndërsjellë edhe në ndryshimet mes tyre. Y la mejor medicina para curar el dolor de una familia herida es el perdón. Perdonar significa dar otra posibilidad. Dios hace eso con nosotros todo el tiempo. La paciencia de Dios es infinita. Él nos perdona, nos levanta, nos hace empezar de nuevo. El perdón renueva siempre la familia, hace mirar adelante con esperanza. Incluso cuando no es posible el final feliz que nosotros quisiéramos, la gracia de Dios nos da fuerza para perdonar y trae paz, porque libera de la tristeza y sobre todo del rencor. Në këtë kontekst, ai thekson disa pika kyçe. Falja është ilaçi më i mirë për të shëruar dhimbjet dhe konfliktet në familje. Çdo person në familje është unik dhe dallimet mes tyre mund të jenë burim pasurie, por edhe sfidash. Zoti na fal gjithmonë, na jep mundësinë të rifillojmë nga e para. Edhe ne duhet ta praktikojmë këtë falje në marrëdhëniet tona. Edhe kur nuk arrihet një fund i lumtur, falja dhe hiri i Zotit sjellin paqe dhe çlirojnë zemrën nga trishtimi dhe inati. Kjo thirrje e Atit të Shenjtë është në vazhdën e mësimeve të Kishës mbi familjen, të theksuara edhe në nxitjen apostolike Amoris Laetitia, gëzimi i dashurisë, ku pajtimi dhe falja shihen si rruga për të kapërcyer krizat martesore dhe për të jetuar lumturinë në një mënyrë të re. Të lutemi këtë muaj, sipas nijetit të Papës, që familjet të mësojnë artin e faljes, duke e parë njëri tjetrin me mëshirë dhe duke gjetur forcën për të ecur përpara së bashku. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt. Ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hirplote Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Lavdi Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen.